Lirohet pas 4 vitesh burg ish ministri i mjedisit Lefter Koka. Fjala është për rastin e incineratorit të Fierit për të cilin ai po mbahej në qeli. Afatet e paraburgimit të tij përfunduan, ndërsa ka shlyer dënimet për 2 incineratorët e tjerë të Elbasanit dhe Tiranës. Për impjantin e mbetjeve të Fierit, gjykata e lartë prishi vendimin e apelit për rigjykim në shkallën e parë të çështjes. Sikurse vendosi që në fakt incineratori të rigjykohet përsërisht në apel të posaçëm. Ndërkaq, në prill të këtij viti, gjykata e posaçme shpall fajtor ish ministrin e mjedisit Lefter Koka për incineratorin e Tiranës. Ai u akuzua se shpërndoroi detyrën ndërsa u dënua me 3 vjet burg, që me gjykim të shkurtuar i shkon në 2 vjet hiqje lirie. Tokat e zeza gjithashtu i ndaluan ish zyrtarit ushtrim të funksioneve publike për 5 vitet e ardhshme. Prokurori posaçëm Dritan Prençi pretendoi se Ministria e Mjedisit ka ruajtur korrespondenca në komunikim me kompaninë e Klodian Zotos që del në dosje si pronar de facto i inceneratorit. Incineratori i Tiranës është ndarë në 3 fraksione, ku në një të veçantë është dhe varësi ish ministrit të mjedisit Alçi Bllako. Ai akuzohet për korrupsion, ndaj gjykata vendosi që të gjykohet i ndarë. Në këtë të fundit, masa arrestit të shuar pasi koha e qëndrimit në paraburgim ka mbuluar të gjithë dënimin.